Kompetencat e pushtetit vendor për shërbimet dhe investimet publike janë mjaft të rëndësishme për cilësinë e jetës së qytetarëve. Por si kanë shpenzuar bashkitë për investime të cilat përmirësojnë jetën e tyre dhe kush ka përfituar më shumë. Referuar raportit të financave vendore 2024 sa i takon shpenzimeve për investime për banor, në vendin e parë nditet Bashkia e Kamzës me afro 130 euro për frym. Listën e pason Përmeti me 99 euro për banor, ndjekur nga Vora, Poliçani dhe Librazhdi me rreth 83 euro për banor. Më pas renditet Lezhë, Tiranë, Malësi e Madhe dhe Klos me afro 71 euro për banor. Ndërsa në listën e bashkive që kanë shpenzuar më pak për investime publike, është Libohova, Kurbini, Kavaja me vetëm 12 euro për banor dhe Fieri me 10 euro. Sa i takon ndarjes së shpenzimeve sipas kategorive, në vitin 2024 peshën më të madhe zë funksioni shërbime të përgjithshme publike, në rreth 21% me rritje prej 1% më shumë krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë funksioni i dytë më i rëndësishëm është çështja ekonomike me rreth 19.8% të totalit të shpenzimeve të pushtetit vendor dhe ky funksion krahasuar me një vit më parë ka një rënje prej 1%. Konstatohet që në 3 funksione si shërbimet e përgjithshme publike, çështjet ekonomike dhe arsimi, pushteti vendor gjatë vitit 2024 ka shpenzuar rreth 60% të totalit të shpenzimeve vendore. Kjo evidenton qartë fokusin në ato funksione të cilat ofrojnë shërbime që prekin drejt për drejt cilësinë e jetës së qytetarëve. Shpenzimet në nivel funksioni në vitin 2024 me përjashtim të funksionit të shëndetësisë, i cili zë një peshë të papërfillshme në buxhetin vendor, kanë patur rritje krahasuar me një vit më parë. Mbështetja e fortë e politikave sociale që jep pushteti vendor është reflektuar në rritjen prej 23% e shpenzimeve të këtij funksioni në vitin 2024. Ndërkohë, një rritje tjetër e rëndësishme lidhet me 2 funksione që kanë peshë të madhe në buxhetin vendor, që lidhen me shërbimet e përgjithshme publike dhe arsimin, ku të dy këto funksione janë rritur përkatësisht 11 dhe 12% në krahasim me një vit më parë. Rritja e mbështetjes për ato funksione ku janë të përqendruara shërbimet kryesore publike tregon nevojën që pushteti vendor ka për më shumë burime të decentralizuara dhe autonomi financiare.